Përshëndetje miq të dashur. Shkolla e Vetën e Rodhës, Grida Duma. Në emisionin e sajna ka pas mysafir Alfred Lela, Spenjov, edhe pas ka pas një debat ko gjatë nxehtë, e kështu që Alfred Lela u detyru me lëshu emisionin, kështu që kjo i tha që unë të nxjerr për jashtë, ai nxjerri mikrofonin, nxjerri gjujtë edhe dul vetë. Kështu që shkojmë të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku. Topi është jopi, penalti në gjuhë vetë, po edhe mua më lërë ta një rrjetë. Nuk gjuan dot penalti ti, kupton? Ke fusha ime ti nuk gjuan dot penalti sa do të zgërdhiesh. Te fusha ime nuk gjuan dot penalti ti, sa do që të zgërdhiesh. Fjallë trolla, dhe kjo. Po të tjetër gjë, se çdo topi ta tregoj unë tani. Topi do që këto deputetët që po i bëni ju fresk, që janë deputetët e Tiranës, të shkojnë atje ka i pallati. Të shkojnë atje, të shkojnë atje. Ka fjalën për këtë pallatin që u djegën në Tiranë. Gjoja, këta nuk pas kanë shku deputet e opozitës, domethënë Sali Berisha, se këta nuk kanë shku fare të objektit që u djegë. Me sa pe kuptoj. Atë gishti mos ma drejto, se nuk jam as në zonë si jot, as rrogtari jot, fare mos ma drejto. Atë gishti fute ku të duash. Topi, ti e di shumë. Këto fjalë nuk kem për ty, Alfred Lela, sepse jenë program televiziv, o nderuar. Po megjithatë është nera jote, respekti jot. Kultura. Ta drejtoj gjithë 100 herë të nxjerr dhe jashtë sa herë të dua për mungesë etike. Kupton? Me qetësi të plot dhe me rahati të plot. Tikësh Lela dhe tikësh që ç'kem atë punë, kupton? Edhe e fut ti pasaj gishtin. Hajde, ik. Bravo. Dhe topi dhe çdo kusht tjetër Ilda, meqense e the për ta të tre, bën një gjë. Kërkon normalisht që 3 deputet, 5 deputet, 12 deputet të Tiranës të shfaqen atje ke objekti dhe të jenë me qytetarët, siç e ka bërë opozita vazhdimisht. Kjo është, do me thonë që nuk për opozitën, mirë thash, kështu që Duma pra pat drejt. Miqtë dashur, kjo është video sa i përket nga Shqipëria, mirë pasha Vetën e Rodhës. Respekt miqtë dashur, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, këtë botën, Zoti ju rujt.